billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Sadaka Allahul Azim. Hamdi dhe falimderimi takon madhrisa Allahu Gjellëshanu wa Gjelle Gjelal. Salata dhe selamet e përzemër të qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wa sallam. Paqja dhe mëshira e Allahu qof mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që besojnë dhe që trasojnë rrugën e Muhammedit a.s. me mirësi deri në ditën e Kiametit. Besimtar të nderuar, Allahu i madhruar i ka dënuar dhe i ka shkatruar armiqt e pejgamberëve të mëhershëm. Kështu ndodhi me popullin e Nuhut a.s., me Adin, me Themudin, me popullin e Lutit, me Faraonin dhe me shumë të tjerë. Allahu i lartësuari për këtë thotë: ne të gjithi dënuam për gjunahun e vetë, disave u dërguam furtun, disa syresh i goditi një zë i tmerrshëm, disa prej tyre i gëlltiti toka dhe të tjerët i përmbyti uji. Allahu nuk u bëri atyre padrejtësi, por ata i bën padrejtësi vetvetes. Kështu përfundon ky ajet madhështor i surës El-Ankebut, ajeti numër 40. Allahu i lartësuar e ka dalluar ummetin e Muhammedit a.s. dhe mrekullit qiellore nuk i ka bërë themel për vërtetimin e të vërtetës, as mjet për ta ndihmuar thirrjen e saj. Sikur të donte, Allahu do të mund t'i ndalte armiqt e pejgamberit dhe armiqt tanë. Do të mund të rrezonte qiellin mbi ta ose t'i fuste në tokë, duke u kërsyer kështu pejgamberin dhe besimtarët në çdo luftë dhe nga çdo përpjekje. Por Allahu i madhruar ka dashur që ky ummet, i cili e bart amanetin e shpalljes së fundit, të ecë në tokë sipas ligjeve të zakonshme të jetës, të mundohet dhe të përballojë, të durojë dhe të sakrifikojë, të heqë dorë dhe të emigrojë, të luftojë, të fitojë dhe të shijojë edhe humbjen, që në mesin e tij të ketë dëshmitar të së vërtetës. Allahu i lartësuar ka vendosur që kjo botë të qëndrojë mbi dualitetin, që e mira të përzihet me të keqen, ëmbëlsia me dhimbjen, që në njeriu të luftojnë dhe të mbizotrojnë ndjenja të ndryshme, që ai ta njohë shëndetin dhe sëmundjen, dritën dhe errësirën, ditën dhe natën. Në botën shpirtërore ka melek dhe shejtan, ndër njerëz ka të mirë dhe të këqij. Njeriu e ndjen frymëzimin e melekëve dhe pëshpëritjet e shejtanit. Allahu i madhruar i vë besimtarët në sprovë. Allahu i lartësuar thot në ajetin që lexuam në fillim: ne i kemi bërë disa prej jush të jenë sprovë për të tjerët. A do të jeni të shumë ju? Zoti yt i sheh të gjitha. Kaptina El Furkan, ajeti numër 20. Fjala e Allahut është armë në luftën kundër dobësive të brendshme, kundër hutimit të mendjes, kundër prishjes morale, kundër padrejtësisë shoqërore, kundër pushtetit arrogant dhe tiranisë që njerëzit e popujt ushtrojnë ndaj njëri tjetrit. Fjala e Allahut është forcë për të dobtit. Ai u thot atyre: gjeni forcën brenda vetes, mos u ligështoni, mos hiqni dorë nga përpjekja. A kishte ndonjë mundësi që muslimanët të fitonin në Bedër? A pritej që vetëm 8 vite pas hijretit Meka të bëhet e lirë? Mundimi dhe lufta, sakrifica dhe dëshira për sukses shpërblehen gjithnjë. Prandaj, gjej forcë në vetvete, o vëlla besimtar, dhe mos e prano humbjen, mos e prano pamundësinë. Kush prej nesh nuk ka hasur në vështirësi e pengesa, por nëse je i vendosur dhe e di çfarë dëshiron, do të arrish sukses. Pejgamberi alayhis salatu wassalam është shembull për të gjithë ne. Ai i qepte vetë rrobat e tij,
i riparon të vetë këpucat e ti, nuk mbështetej tek të tjerët dhe pret të njëjtën gjë edhe prej nesh. Ajo që Muhamedi a.s. solli nga Allahu i lartësuar u thot të fjeturve: zgjohuni, mos ëndroni për një të nesërme më të mirë pa përpjekje e luftë. Mos ëndroni për mirëqenje pa vetmohim dhe pa sakrificë. Mos ëndroni, o rinia jon, për një të ardhme më të ndritur, pa arsim cilësor dhe pa norma morale të përvetësuara. Mos ëndroni mrekulli, sepse ajo nuk do të ndodhë. Mendimtari dhe poeti i madh pakistanes Muhammad Iqbal ka thënë me mençuri: dobësia nuk nxit admirim, forca ngjall respekt. Fjala e Allahut na është dhënë si forcë me të cilën duhet ta forcojmë vetveten që armiku të mos mund të na dëmtojë. Arrogantëve dhe mendjemëdhenjve ajo u thot: zbrisni nga froni i mendjemadhësisë. Kopracëve u thot: jepni nga pasuria e Allahut, jo nga pasuria juaj. Partitë dhe veprimtarët politik i porosit: Allahu ju urdhëron që amanetet që a ktheni atyre që u përkasin, dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni drejt. Kaptina e Nisa, ajeti numër 58. Atë që mburët me prejardhjen e tij e paralajmëron hadithi pejgamberit a.s. ku thot: atë që e vonojnë veprat nuk do t'ja përshpejtoj prejardhja. Ndërsa për të gjithë njerëzit, mesazhi përfundimtar është: inna akramakum indallahi atqakum. Më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që i friksohet më shumë atij. Kaptina El Hujurat, ajeti numër 13. O Allahu i lartësuar, na bëj të vetëdijshëm për forcën e fjalës sate dhe na ndihmo që ta fusim atë në jetën tonë të përditshme. E me që sot jemi në ditën e flamurit, dëshiroj t'ju auroj këtë festë të madhe dhe të lutem që ne të jemi flamur të përhapjes së drejtësisë dhe virtyteve në tokë. Amin. Ashtu qoftë.